dhe masakrave të tjera janë gjetë pasaj ndërkacion dhe varë masive në teritorin e Serbisë, që ende kemi 20 persona të rëmbyer zhdukur me 25 mars natën e Andës. Pastaj numri i viktimave, si në rastin e masakrës familjes Berisha, pastaj në Landovic dhe masakrave të tjera të kryer nga forcat serbe në këtë region, janë gjetë pasaj ndërkacion dhe varë masive në teritorin e Serbisë, në rastin e Batajnicës. Në rastin ose në këtë region kemi masakrën e Tërnjës, që ende kemi 20 persona të rëmbyer zhdukur me 25 mars natën e Andës, dhe mbetet një prej rasteve cilën nuk kemi ende asnjë identifikim. Pra bashkë me rastin e intelektualit se Potencova, me rastin e Pokleku të ri të Drenasit, edhe në rastin e masakrës Tërnjës nuk kemi ende asnjë identifikim. Përkundër që janë zhvilluar dhe procese gjyqësore në institucionet e Beogradit, përkundër dhanave të vazhdueshme që kemi ndarë gjatë takimeve që kemi pasur me delegacionin e Serbisë, përkundër kërkesave të vazhdueshme, përkundër proceseve eta gjyqësore, po dëshmive që kanë dhënë edhe vetë familjarët të mbijetuarit, që prapë për cilët këtë rast gjithsesi ruajt respektin më të madh, si në rastin e Zotit Bekim Gashi, që është i mbijetuar dhe familjar dhe shumë aktiv. Ende nuk kemi asnjë përgjigje, as në kuptimin e vendodhjes, pra qoftë në teritorin e Kosovës apo edhe eventualisht lëvizjes së kufomave në teritorin e Serbisë.